Shikues të nderuar, mirëdita dhe mirë se takohemi në emisionin ton Mozaiku, njëra mbi rikonstruktimin e rrugës Lofk-Selisht në komunën e Tuzit. Vite më parë, rrugët rurale të pasfaltuara në Malsi kanë paraqitur problem për banorët. Shumë rrugë ishin të pakalueshme e disa të tjera vijojnë të jenë problematike. Por për fat të mirë, kohëve të fundit është duke u punuar në zgjidhjen e kësaj problematike infrastrukturore. Në vazhdim sjellim materialin i cili trajton vijimin e punës në rrugën Lofk-Selisht, rrugë kjo për të cilën Mark Luzgjuraj nga diaspora ka investuar 40.000 euro. Para 3 vitesh kur vizitova këtë zonë rurale, rruga që të çon nga fshati Dinosh deri te ai i Lofkës dukej kështu. Kurse tani ka një pamje krejtësisht ndryshe. Nga viti në vit po bëhen përmirësime në infrastrukturën rrugore në për fshatrat e Malsisë. Momentalisht është duke u punuar në rrugën Lofk-Selisht. Vitin e kaluam është modernizua, është asfaltuar rruga pej Dinoshet deri te Kisha e Grudës. Kurse tash një vlla yni nga diaspora, Mark Nikol Pietrushi, që është i njoftën, sa nevoja se prezentoj shumë, Mark Nikol Pietrushi nga diaspora, edhe pse është në diasporë në Amerikë, ai gjithmonë me mishe me shpirt është në vendlindje, në Malsi, edhe kështu. Ky ka iniciativa e tij, në si shumë iniciativa që ka punuar dhe ka ndihmuar në Malsi, rrugën prej te Kisha e Grudës deri në Selisht, të zgjanohet kjo rrugë, të bëhet 6 metra, të modernizohet edhe të asfaltohet deri në Selisht. Mark Nikol Pietrushi para disa kohë ka biseduar me udhëheqësinë e komunës, me kryetarin e komunës zotnin Nik Gjeloshin, ishte atë kryetari i komunës së Tuzit dhe i ka financuar dhe i ka dhënë 40.000 euro për këtë rrugë të zgjanimit që po punojnë vllaznit Nucullaj, i përshëndes dhe i falenderojnë që po punojnë këtë rrugë dhe po zgjanojnë. Mark Nikol Pietrushi, i cili gjinet në Shtetet Bashkuara Amerikë, aja njoftën jo vetëm për këtë këtu në vendlindje, por gjithku në Malsi, çdo gjë që janë punuar deri tash, ai gjithku ka marrë pjesë. Edhe para në disa kohë në parkun e Selishtit e ka punuar me $100.000. Gjithku ne. Nuk do me cek se veç në çka kund që punua se ka pa nevojë në Malsi që s'ka punua. Jo veç në Malsi, por gjithku në tre shqiptare. Ky është njeri humanist, njeri që ka qef me ndihmoj, edhe kam cek disa herë, edhe të cek edhe tash, kanë më shumë se ka Mark Nikola, por Mark Nikola ka zemrën, ka shpirtin e mirë, ka zemrën e mirë dhe ka qef të ndihmoj gjithkush. Na kemi gëzim se kem komunën e plot, udhëheqësia e komunës po punon dhe po vepron, edhe jem tu punua, por ky ka thënë gjithmonë, mua se më intereson gjitha vendet, por për mua më intereson, ka thënë Mark Nikola, Malsia. Këto janë vepra, kjo është do të me kanë janë 3 kilometra e disa cina metrash, këto janë 6 metra do të zgjanohet, kurse 40.000 euro i ka dhënë Mark Nikol Pietrushi nga diaspora, ja ka dorëzuar komunës së Tuzit, konkretisht jam vetë informuar, si më ka informuar, ja ka dorëzuar kryetarisë komunës të atërshme, që ja kanë Nik Gjeloshi. Tregoni ju si kryetari bashkësisë lokale se çfarë rëndësie kanë këto rrugë që janë duke u punuar kohëve të fundit këtu? Në këto në bashkësinë lokale, Ronza e Suks gravitojnë afërsisht 30-40 shtëpia. Banor janë, tash mos më kuptua keq për mas jaset e krye 100 banorsh janë. Kënaqësia është jonë e pa kufizuar, nuk besojmë se për 4 vit janë punuar tona këto punë, kanë noll aq ndryshime që asna nuk mujmë me besua se po nollin. Tanë menim të diasporës, dhe edhe menim të komunës deri dje me krye në Nik Gjeloshi. Për ne, për këtë bashkësi lokale, këto punime që janë tu ba, kanë rëndësi shumë të madhe. Para 4 vitesh, jo të plota, me 20-ën, o formua bashkësia lokale dhe janë ba shumë punë të mlaja në këtë vetë. Përfunua rruga, Dinosh, Pikal dhe Kisha e Grudës me gjanimin e asfaltit 5 metra e gjysmë.
Në atë pjesë në kanë ndihmua shumë pe diasporet, Anton Vata Lulgjuraj, dhe onda projekti për atë rrugë e atë pjesë sa që rruga e re, Gjeka, Gjon Lekaj, një gazetar i famshëm, i njohshëm, malsor, me vllazën, me familjet vet, i ka kontribua $12.000. Ajo rruga përfunua, ka pyetja si me vazhdua, e çka me bëma atej, paraqitet Mark Nikol Pietrushi Lulgjuraj, dhe e shpreh dëshirën që rruga të vazhdoj me zhanim deri në Selisht e Manej. I ka kontribua €40.000 ose $45.000, dhe sot, si peshih në juvet, ka nis mu realizua kjo punë. Për ne, kjo punë është shumë me rëndësi, kjo punë është ekzistenciale, për ata njerëz që kanë metën këto vense të vazhdojnë e të jetojnë këto vense, si edhe me i kthye njerëzit tjerë të kthehen kadal vendis vet e vendlindjes. Masa ne e kemë në plan, si ka thënë edhe ish kryetari i komunës Tuzit, Nik Gjeloshi, sot ministri i zhvillimit ekonomik dhe Zavenci i kryetari i Gjeveris, që do me vazhdua me atë rrugë me lidh me Triesh, që edhe Trieshin të lidhim me Malsi. Patjetër që vazhdimi i rrugës nga Selishti deri në Triesh është i domosdoshëm, duke marrë parasysh se kjo do të ndihmojë dhe lehtësoj lëvizjen e banorëve të kësaj zone. Tentativa ka pas, domethënë, për u përmirësua me u godit kjo rrugë, dhe më përpara duhet të ceki patjetër nuk guxoj të anashkaloj se Vasil Margilaj, domethënë me birin e tij tashmë të dy të ndjerë për patkes, por çfarë bën, kanë bën një hapje të rrugës prej Selishtit e deri në qafë në Griu. Domethënë është e bame, tash e di sa është amortizuar, nuk është e kalueshme, mirë po, menim të Zotit, domethënë edhe të komunës, se du të cekim tash edhe komunën këtu në krye me kryetarin me parshëm, po dhe kryetarin e tarshëm, edhe këtë Lindon Gjelaj dhe mund dirisht do të edhe Ivan Ivanaj të përmes këtu, dhe e gjithë stafin e komunës, posaçërisht edhe ministrin në qeverinë e Malitëzi, konkretisht tashmë edhe nënkryetari i qeverisë zotin Nik Gjeloshaj, i cili na ka publikuar tash së fundmi që kjo rrugë nuk do të ndalet në Selisht, por do të vazhdoj ashtu si ka qenë plani i baballarëve tanë. Domethënë kjo nuk do të ndalet në Selisht, por do të vazhdoj drejt e në Triesh. Kjo është, e di se Trieshi e ka në Triesh edhe mu lidh edhe me Kojën. Domethënë Trieshi e ka një rrugë në Andena, veç mas mirit dëshmon tash situata e para 2-3 ditëve, që domethënë nënën Andena janë ngricat e mlaja, është bora, është akulli, edhe ku vërtet është bajagi e pa kalueshme dhe është e rrezikshme. Pa marrë parasysh se prapë them se ajo rrugë është shumë e mirë, është në gjendje të mirë, është punuar vonë, është në rregull, mirë, po këto të rreshtet atmosferike, këto gjëra kuptohet se ato nuk i vendosim na, por ato vinë nga lart. Nuk muni me anashkalua as vllazit tan nga diaspora, sepse kjo punimi që e ka bën Vasil Margile me djalë të vetë, domethënë, është investim i vllaznet tanë nga diaspora, vllaznet tanë të cilët jo vetëm se kanë bërë këtë investim, por kuptohet se në Malsi e këtu asnjë gjë nuk është punuar këtu, asnjë sen nuk është punuar, asnjë gur nuk ka kryer sparit, siç thonë na, për pa ndihmën e tyre. Unë jam shumë mirënjohës, i përshëndes të gjithë, janë harxhuar mbi $200.000, më do të ceki të përmendi edhe vllazit Xholeka, të cilët e kanë paguar projektin e kësaj rrugë asaj kohe, domethënë viteve të 90, ku aty ishin kyç, aty u kyçën elita apo burrat më të mirë të Malsisë që formon këshillin dhe i deshtën me dhënë drejtim kësaj rrugë që të vinë drejt përfundimit, mirë po fatkeqësisht viteve 90 shpërtheu lufta, u shpartallis shteti e kështu që domethënë ajo stagnoi aty. Mirë po tash, prap,
duke falendruar prap, po thom asaj vetë qeverisë sonte si të murme dhe pushtetin, domethënë kuptohet se zot shtëpiet nuk mund dikush nuk mund me të kthyer hesapet tua se sa ti se çka të lypet se sa i zoti i shtëpisë se çka i lypet, çka i nevojitet. Kjo tash po dëshmon mas mirit se nuk ka vend as ka cep malësisht që nuk ka shtu punu. Rruga Selisht thjesht domethënë kjo ka përfshi diku domethënë prej Qafe në Agriu e deri në Selisht janë 3 km e 800 metra. 3 km e 500-600 metra, kurse prej Qafe në Agriu e deri në rrugën kryesore që lidh Trieshin dhe nuk anashkalohet, domethënë asnjë katon nuk anashkalohet, por që lidh aty janë më pak se 2 km, domethënë 1 km 800 metra, kështu që domethënë ajo po i bën diku rreth afër 5 km e diçka. Zhanimi i parë është bën 6 metra, po tash siç e çeka edhe më parë rreshtet atmosferike me siguri e kanë dëmtuar sa do pak edhe do të kërkoj do të jetë nevojshme për me reagua e me zhënë disa vene, po jo shumë, edhe kurse kjo tjetra, ato 2 km, 1 km 700 metra, ato duhet me i zhënua, po se zbanë, se domethënë ato janë diku i rrugë e kalueshme, por është rrugë prej Qafe në Agriu e në Qaft Lugubuz, siç i thomë na, aty janë domethënë jo të plota 2 km, të cilat duhet ndërhyet, duhet zgjahet, e atëherë na do të lidhet domethënë edhe lidhet e gjitha. Me rëndësi është se kjo rrugë, jo vetëm se e ka cilësinë e vetë për me i kakullit e borë, se tjetër, po kjo shkurton mas paku dhe mbi 6 km, domethënë është më shkurt, kuptohet pej Tuzit, pej qendrës së Malësisë. Shpresojmë se edhe në të ardhmen do të vazhdojnë të realizohen projekte të këtij lloji me qëllim që banorët të kenë kushte sa më të mira për jetesë.